Ndodhemi në Ferras, në bashkinë e Fierit. Jemi këtu së bashku me Ministrin e Mbrojtjes dhe Kryetarin e Bashkisë Fierit dhe të gjithë forcat e emergjencave civile dhe ato të forcave të armatosura. Është bërë evakuimi të gjithë banorëve nga zona e Ferrasit, të gjithë ato shtëpi që kanë pasur problematika dhe që uji ka qenë prezent, janë evakuuar që të gjithë qytetarët. Bashkia e Fierit ka përgatitur një nga konviktet dhe është i gatshëm për t'i pritur të gjithë njerëzit që janë evakuuar. Megjithatë, nga që kemi marrë vesh këtu në zonë, të gjithë kërkojnë të qëndrojnë afër banesave të tyre, kështu që kanë preferuar që qëndrojnë në shtëpitë të tjera të cilat nuk kanë prezencë të ujit. Megjithatë, duhet të themi një fakt shumë të rëndësishëm, do ta thotë Ministri i Mbrojtjes, nuk ka pasur çarje të argjenaturës së Ferrasit. Thjesht niveli i ujit është më i lartë se vetë argjenatura, kështu që ka pasur hyrje të ujit në zonat e banuara, por jo çarje të argjenaturës siç është thënë deri tani në disa nga infot e shpërndara në media. Ashtu është absolutisht e vërteta, nivelet e ujra dhe prurjet e orëve të fundit ka qenë të atilla sa të kanë tejkaluar malin e argjenaturës, por ajo është ende e qëndrueshme, çka është lajm i mirë dhe na bën optimist që me uljen e prurjeve, siç janë matjet aktualisht në Përmet dhe në Memaliaj, do fillojnë të reflektohen sipas analizës tonë edhe në orët në vijim në Gruviderdhjen e Vjosës, në të dy anët edhe në Fier dhe në Vlorë, të mund të rikuperojmë një çik rezervë në të gjitha kanalet e kullimit. Hidrovorët gjithashtu në të gjithë zonën deri në Darzez janë kapacitet të plot për të krijuar, siç e thash, rezervë optimale në rast se kemi vërshime të tjera. Do jetë mbrëmje dinamike. Forcat armatosura dhe emergjencat civile të dyja bashkive Fier-Vlorë janë në terren pranë banorëve. Evakuimet i konsiderohet të jenë kryer në mënyrë të suksesshme, pavarësisht dhe mirë kuptojmë sigurisht banorët duan që ndojnë pranë banesave. Kemi akomodim dhe në Fier, siç e tha zëvendëskryeministri, dhe akomodime dhe në Vlorë, qoftë në struktura shtetërore, qoftë edhe në struktura hoteliere që janë bashkangjitur në këtë iniciativë. Sa është numri i personave të evakuuar? Aktualisht kemi 20 persona të evakuuar në pjesën e Vlorës, të fshatrave përballë. Është ende në evakuime sipër Bishani në disa situata, që është situatë dinamike dhe do i përgjigjsoj për shifrat, dhe kemi dhe 15 familjar këtu në Ferras. Shumë e rëndësishme të themi edhe një herë që sot mëngjes në pikën e matjes që ne përdorim për të matur lartësinë dhe prurjet e lumit Vjos në Memaliaj ka qenë niveli 8 metra. Në këto momente është 5.3 metra, pra ka një rënje të qëndrueshme, graduale dhe të konsiderueshme, për gati 2 metra. Dhe kjo ne presim sa më parë që të reflektohet. Armando e di më mirë dhe nga eksperienca. Nga eksperienca edhe herëve të shkuara në fakt, besoj që ne kemi thënë shpesh që nga Memaliaj deri këtu kërkohet 5-6 7 orë maksimumi, varësi të lëvizjeve që të pasqyrohet këtu. Kështu që besoj në orët në vijim rënja e nivelit të ujrave do të ndihet. Sapo na erdhi një informacion nga Kashishti, pra nga pjesa e sipërme e Vjosës, në fshatrat e sipër niveli ka filluar të bjerë ndjeshëm. Vetëm në një orë kemi rreth 15 cm rënje. Kështu që besoj në 4-5 orët e ardhshme, mendoj, filloj do të pasqyrohet rënja e nivelit të efektit. Në kom vetemi tek kanali i Martinës, që tashmë ka dalë nga shtrapi, ju me gjithë padrona dhe me gjithë mjetet dënashë që rënë keni bërë edhe ne kemi qenë vazhdimisht sot dhe atje ku ka pas le të themi disa dobësi të vogla, jemi munduar i kemi mbushur me materiale inerte, por në orët e mbasdites edhe për shkak të erës fort në fakt, që fryu në të kundërt të drejtimit të rrjedhës së Rumejve dhe shkarkimit të tyre, uji ka përdiu pjesën e mbrojtësit të kanalit dhe u fut në një pjesë të fshatit Ferras që bëri edhe përmbytjen e disa oporeve dhe banesave. Por që mendojmë që deri në orët e para të mëngjesit situata do të kthehet në normalitet. Shumë faleminderit.